Të dashur vëllezër besimtar, çdo herë kur zgjohemi në mëngjes, pra secili prej nesh vrapon për tek puna e tij, vrapon për të kërkuar rrezikun që Zoti ja ka garantuar, në mënyrë që të siguron një jetë sa më të mirë për familjen e tij. Mirpo në këtë ritëm të shpejt të jetës që na mbërthen secilin, në anën tjetër sistemi është duke na mësuar që me jetu një jetë pavarur. Është duke na mësuar që me i zgjedh gjërat vetë dhe dashte pa kuptuar, kjo pavarësi pastaj kthehet në ndjenjë vetmie, në ndjenjë izolimi, sa që njeriu fillon me mendu dhe me thonë se unë e kam rrogën time, e kam banesën, e kam shtëpinë time, e kam siguracionin tim dhe nuk ja kam nevojën askujt. Mirë po të dashur vëllezër besimtar, dëshiroj që sot para jush në këto pak minuta të kësaj ligjërate të përmendim një hadith shumë të shkurt pejgamberit alayhis salatu wassalam, mirë po me mesazhe shumë të mëdha. Dhe ky hadith shërben si ilaç e veçanërisht ata të cilët e ndjejnë veten të vetmjaftuar, të pavarësuar, që nuk ja kanë nevojën askujna. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, el jama'atu rahma wal furqatu adhab. Bashkimi, xhamati është mëshirë, ndërsa ndarja, veçimi është dënim. Dhe të dashur vëllezër besimtar, kjo ka me të vërtet mesazhe dhe mësime të mëdha. Shumë ndoshta munden me u mjaftua dhe me thonë hoq, po unë jam mirë, nuk ja kam nevojën askujt. Zatën kjo është ndoshta gënjeshtra më e madhe që njeriu mundet me ia thonë vetes, sepse Zoti i Madhreshëm na ka krijuar të nevojshëm për njëri tjetrin. Zoti i Madhreshëm na ka krijuar të tillë që ne me ndi nevojën për gjithë secilin. Edhe miliarderi më i madh qoftë ai me të vërtet ka nevojë për të tjerët, pra është shërbëtor i të tjerëve. Ta marrim shembullin më të thjeshtë. Sot në mëngjes atë bukën që e hangre, e din sa njerëz kanë marrë pjesë deri tek ajo bukë që ti e bleve në dyqan. Dikun atje larg është levruar toka, pastaj dikush tjetër e ka mbjell grunin, pastaj dikush tjetër e ka korr, pastaj kamioni e ka transportu, pastaj fabrika e ka bluajtur grurin, pastaj furtari o quar në 3 natës me e gatu dhe me e pjek bukën, dhe pastaj është sjellur në dyqan dhe në fund ti e bleve të gatshme. Çka na mëson neve kjo? Përderisa edhe një copë buke po merr kanë pjesë me 10 njerëz, derisa ajo të vjen në dorën tonë, çka mendoni atëherë? Si kena mundësinë me ruajt fenë dhe imanin tonë nëse ne tregohemi të vetmjaftueshëm. Nëse ne pra themi nuk janë ndina nevojën për askënd, nuk kam nevojë për askënd. Ne jetojmë në një vend që kultura dominuese është individualizmi. Nëse në vendlindjet tona në dyert i keshmi të hapura,
jetojmë këtu me një vend se ku çdo gjë duhet të ketë termin, në mënyrë që të sosish punë, në mënyrë që të kryesh punë. Andaj shpesh ndoshta e dëgjojmë atë realitetin e dhimbshëm ku këtu ndoshta vdes njeriu edhe në banesën e tij dhe pas 2 javëve kuptohet kjo vetëm kur fillon duke kundërmu aromë të pakëndshme nga banesa e tij për shkak se nuk i troket kështu ndër askush. Andaj të dashur vëllezër besimtar, e dëshirojmë një gjë të tillë, e dëshirojmë një pavarësi të tillë, mos me ja pas nevojën askujt. Feja nuk na mëson kështu të dashur vëllezër besimtar. Nëse ne izolohemi atëherë thjesht ne vetëm do të bëhemi numra. Mirë po Islami të dashur vëllezër na jep një identitet që nuk e jep asnjë pasaport. Ja ndëgjoni se çka thot Zoti i Madhreshëm në Kur'an: "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun." Dhe kjo është ummeti juaj, një ummet i bashkuar, unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni mua, po thot Allahu i Madhreshëm. Dhe këtë shembull e shohim më së miri në haxh, ata të cilët e kanë kryer haxhin. Sa miliona njerëz ishin në haxh prej gjitha nacionaliteteve të ndryshme dhe prej ngjyrave të ndryshme dhe me pozita të ndryshme, megjithatë të gjithë duken një lloj, të gjithë duken njëjtë, një veshje e kanë. Kjo është pra ummeti Muhammedu Mustafas. Kjo është ummeti që ne jemi të njëjtë, pra nuk dallohemi, nuk na dallon asgjë. Për shembull, kur vim në xhami, a ka safa të veçantë, që me thonë safi i parë është për drejtorat, safi i dytë për zyrtarët, safi i tretë për punëtorët, safi i katërt për tritë, kështu me radhë, jo. Secili që vjen e gjen vendin e tij, ulet pra në safat sa më të parë me qëllim që të arrijë shpërblimin sa më të madh tek Zoti i Madhreshëm. Kjo është, të dashur vëllezër besimtar, feja jonë. Dhe padyshim se ajo çka e bën këtë tubim, ajo çka e bën këtë mbledhim, pra është shtëpitë e Zotit. Janë shtëpitë e Allahut. Është pra kjo xhami që na bashkon neve në xhumë, e në Ramazan na bashkon edhe më shumë, e në Bajram na bashkon edhe më shumë. E imagjinoni të dashur vëllezër besimtar, nëse nuk do të ekzistonte xhumoja, nëse nuk do të ekzistonte taravia, nëse nuk do të ekzistonte namazi i Bajramit, atëherë për çfarë do të shërbente xhamia? Atëherë ne këtu thjesht do të ishim numra tatimor tek regjistri xhamal dhe asgjë më shumë. Mirë po ja që xhamia e ka atë rolin që ty të mban një copë atë dheu ta kesh ti këtu. Pse? Takon vllahun tënd, takon mikun tënd, takon shokun tënd, takon atë vllahun që nuk jetë një gjakut, mirë po të ka bashku feja me të dashur vëllezër besimtar. Omeri radiallahu anhu e njifte natyren e njerijut për këtë shkak porosiste vazhdimisht duke thonë: ka puni fort pas xhamatit, sepse shejtani është me ata që është i vetëm. Pra, kur njeriu është i vetëm, shejtani e ka mundësin me e manipulu më lehtë. Mirë po në momentin kur bëhen 2 persona, 3 e 4, atëherë shejtani e ka të pamundur me ndiku. Për këtë shkak pejgamberi alayhi salatu wasalam porositi që edhe kur të udhtoni, asnjëherë mos udhtoni vetëm. Gjithmonë të keni dikan me vete, sepse ai që udhton vetëm
atëherë si shoqërues do ta ketë shejtanin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne shpesh e kemi ndëgjuar atë thonjën e urtë popullit, e cila thot ujku gjithmonë e han delën që është e vetmuar. Ndërsa kur ndodhet delja në mes të tufës, nuk ka mundësi ujku me ngranë. Andaj, edhe ne, nëse jemi të izoluar, nëse nuk na intereson fare për çështjen e tjetrit, atëherë dije që jemi prej e lehtë e shejtanit dhe dije që gabimet janë shumë të mundshme për të ndodhur. Imagjinani para se të ndronte jetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, ai e kishte ngjitur dhomën e tij në xhami. Pra nuk kishte mundësi me dalë në xhami. Dhe për namaz po i printe Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe në një rast pejgamberi alayhi salatu wasalam po e largon perdën dhe po e sheh Ebu Bekrin së bashku me muslimanët, me xhamatin, duke u falur. Dhe të dashur vëllezër besimtar, buzëqeshi pejgamberi alayhi salatu wasalam përkundër dhimbjes të madhe të smundjes që e kishte, saqë shokët të cilët ishin namaz dhe e hetun pejgamberin alayhi salatu wasalam, buzëqeshin e tij u gëzuan aq shumë sa që dëshën e prishën namazin, duke menduar se boni mirë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam ja u boni me shenjë që ta vazhdojnë namazin. Pse ishte ky gëzim i pejgamberit alayhi salatu wasalam në momentet e fundit të dashur vëllezër besimtar, sepse po e linte shokët e tij, umetin e tij të bashkuar. Dhe vetëm të bashkuar mund t'ia dalin gjithmonë me çfarë do lloj probleme që do të përballen. Dietarët e kanë vlerësuar aq shumë xhamatin, saqë e kanë një shprehje të bukur ku thonë uji i turbullt i xhamatit është më i mirë se uji i kulluar, i pastërt i individit. Pra, kur je në xhamat, edhe nëse ke pak gabime, të mbulohen ato gabime për shkak bereqetit që e ka xhamati. Dhe jo rastësisht namazin kur e fal tek shtëpia yte, shpërblehesh për atë namaz, ndërsa të njëjtin namaz kur e fal në xhami me xhamat shpërblehesh për 27 shkallë më shumë. Kjo është bereqeti i xhamatit të dashur vëllezër besimtar. Dhe po të shohim imamët kryesor të fesë, si Imam Ebu Hanife, Imam Maliku, të cilët ishin bashkohës, pastaj Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi, edhe këta pra ishin takuar me zvete, kishin mos pajtimet në dha, mirë po kur ishte çështja e xhamatit, ata e lenin gjithmonë mos pajtimet edhe ju kapeshin xhamatit. Do të ndalim në këto minutat e fundit tek një histori shumë e bukur të dashur vëllezër besimtar. Nuk po e prezantoj një prallë, mirë po një histori të vërtet nga historia jonë e lavdishme e fesë islame. Ashtu sikur se ne kemi ardhur këtu, kemi emigruar nga vendlindjet tona, pra quhemi muhaxhir. Pra muhaxhir do të thonë, kuptimi i termit muhaxhir do të thonë emigrant. Kështu emigruan muslimanët e Mekës për në Medinë për ta ruajtur dinin fen e tyre. Dhe lanë gjithçka lanë pra në Mekë. Njëri prej atyre që e braktisi Mekën dhe erdhë në Medinë ishte Abdurrahman ibn Aufi, shumë i pasur, ndër më të pasurit e Mekës, mirë po tërë pasurinë e lanë Mekë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur erdhi në Medinë, punën e parë çka bëri, i vllazëroi banorët e Mekës me të Medinës. Dhe Abdurrahman ibn Aufit i rahise me u vllazëru me Saad ibn Rabia. Saad ibn Rabia ishte ndër njerëzit më të pasur të Medinës. Dhe shikoni vllazërinë e vërtetë dhe të sinqertë. Ai nuk e morr vetëm si thjesht fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ju gjithë duhet jeni të vëllezër. Mi pa ai këtë e vendosin praktik, edhe ju drejtu Abdurrahman ibn Aufit duke i thonë: "O Abdurrahman,
o vllai jam I fes. Kjo është pasuria ime, e sullit tër pasurinë që e posedonte. Gjysma është e jotja, gjysma është e ime. I kam 2 shtëpia. Zgjidh e merr, cilat pëlqen. Njëra është e ytja, njëra është e imja. Nuk I tha me qenë se imi vëllezër, duhesh me dhon kontributin tanë. Jo, tha, kjo është pasunia ime, këto janë shtëpitë e mia, hajde t'i ndajna. Në anën tjetër, shikojini dignitetin e Abdurrahman ibn Aufit, dhe duke I thonë, I tha Abdurrahman ibn Aufi, Allahu të begatoft me pasurinë dhe familjen tënde. Unë nuk jam për lëmosh, unë jam prej atyre që me durët e mia e nxjerrë riskun tim, vetëm trego ku është pazari, ku është tregu. Dhe pasi që I ndihmoj, ja dha kont që thojnë të ne, me ec pak, me punu, me gjallëru, u bo Abdurrahman ibn Aufi se është prej njerëzve më të pasur. Andaj të dashur vëllezër besimtar, çka kuptojmë ne nga kjo që e prezantova para jush? Ne nuk po themi që me enda gjismën e pasurisë me tjetrin, apo me enda shtëpinë tënde. Mirë po, të quash sot ensar, se ensar u quajtën banorët e Medinës, që e ka kuptimin mikpritësit. Të quhesh sot ensar në këtë vend ku je në Gjermani, çka do me thonë? Do me thonë, kur të vjen një vllau I cili ka ardhur për herë të parë, nuk e një gjuhën, nuk e di çysh është sistemi. Ensar, për me u boti, do me thonë me I dal krah, me I dal ndim, me I ndihmu me gjuhën, me I ndihmu me procesin e letrave, kështu me radhë. Kjo është ajo ndihma që ti mundesh me ia dhënë. Me u quajt ensar të dashur vëllezër besimtar, do me thonë se nëse ke firmën tënde, edhe e shen një vllaun tënd I cili është pa punë dhe ke mundësi mi ndihmu ta marrësh, ta stabilizosh, ti gjesh vend, dikush mundet më anku hoq, thot, sa njeri ti kena ndihmu, kur s'na ka ditë. Mos u mërzit, ta din Zoti. Mos u mërzit, ta din Allahu I madhreshëm. Asnjëherë mos si në ta bësh një punë që t'jesh mirë njohës tek njerëz. Sepse një dietar I famshëm, një filozof kinez ka thonë kështu, në momentin kur përpiqesh për me bo mirë, përgatitu edhe për mos mirënjohje. Kjo është evidente, mirë po një gjë ta kesh parasysh të dashur vëllezër besimtar, sepse te Allahu nuk humbet asnjëherë. Mesazhi I kësaj është që ne jemi të bashkuar, që ne ta dojmë njëri tjetrin, që ne ti dalim në krah, ti dalim në ndihmë njëri tjetrit. Dhe të dashur vëllezër besimtar, me qenë se është afru koha e ezanit, prezantoj edhe shkurtimisht dëmet e izolimit, dëmet e fanatizmit, sepse tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, bashkimi është mëshirë, ndërsa fanatizmi, individualizmi është dënim. Dhe xhamati bëhet I dëmshëm 3 situata, në 3 raste. E para, kur mundohet me shenjtru xhamatin e vet, të s'ka si xhamati janë. Pasaj xhamia njerëz më të liks kishte. Edhe ta ajo xhamia tjetër burra më të poshtër s'kishte. E kjo nuk bën kështu. Kjo nuk është në rregull. Pa marr parasysh komësisë që I takon, ti duhesh me qenë I tillë që me nderu dhe me respektu. Xhamati bëhet I dëmshëm kur bëhesh fanatik edhe ndaj personave, s'ka si hoxha janë. Vallahi hoxhë më të mirë s'ka, jo edhe ato të tjerë s'u ngoj hiç. Jo e kam një hoxhë unë në YouTube që e ngoj, o këtë tjetë këtë zero janë. Nuk ban kështu. Ti të vërtetën duhesh me e mon nga secili I cili e promovon të vërtetën, pavarësisht prej cilit vend vjen. Dhe xhamati të dashur vëllezër besimtar bëhet I dëmshëm kur nuk bëhet shkaktar sebeb për me prodhu punë të mira. Nëse bëhemi sebeb me u bashku veç me përgoju tjerët, veç me shpite dhe me fol për tjerët, atëherë kjo është dëm. Neve duhet me na bashku sinqeriteti për hatër të Zotit që me zgjidh punë të mira, me bë punë të hajrit, edhe kështu do të jemi një xhamat I respektuar që bereqeti I Zotit do të zbret tek ne. Elusim Allahun e madhreshëm që të na bëj prej tillëve. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.